Në rend parë duhet të kuptohet e vërteta që vërtet kaloi një vit maratonik me zgjedhje dhe besoj përfundimi i zgjedhjeve të 28 dhjetorit dhe numrimi i votave që sot ka përfundu është lajm më i mirë. Besoj që qytetarët e Kosovës e kanë thënë vendimin e vet dhe atë çka mendojnë. Tani më nuk kemi arsye për ta fajsuar askënd. Janë mbi 51% të fituara atë votave të partisë fituese dhe besoj që tani është koha që të shikojmë drejt ardhmërisë. E dyta, vërtet në vitin 2026 kemi shumë probleme të bartura nga viti 2025 dhe viti 2026 do të jetë po aq sfidues, ndoshta më sfidues se sa viti 2025, nga fakti që pas konstituimit të institucioneve Kosova në presin sfida të shumta politike dhe integruese dhe mbi të gjitha është presioni diplomatik sa i përket marrëveshjes me Serbinë dhe asociacioni. Në aspektin ekonomik vërtet po hyet në një vit ku inflacioni është bartë në janar të vitit 2027, e kemi një ngritje të çmimeve të produkte esenciale në mënyrë shumë të lartë, jemi dikon në 5.3-5.4% inflacionit, që është shkalla më e lartë inflacionit jo vetëm në krahasim me vendet e Ballkanit Perëndimor, por në Evropë, sado që thuhet që Kosova do të ketë rritje ekonomike 4%, besoj kjo shkallë inflacionit e shkrin peshën e rritjes ekonomike, sepse nëse mendojmë të flasim për rritje ekonomike, atëherë duhet të jetë dyfishi i inflacionit dhe këtë nuk mund të arrijë Kosova edhe me vite të tëra. Kemi ngritje të çmimeve të ujit, kemi ngritje të çmimeve të shërbimeve komunale, definitivisht në mars pritet ngritja e çmimeve të energjisë elektrike, pra të gjitha këto do të jenë sfida të cilat do ta godasin qytetarët e Kosovës, dhe kur krejt sa i shoh edhe fakti që krahasuar me vendet evropiane ku e kemi numrin më të madh të diasporës, shumë produkte esenciale në shumë të shtrejta në Kosovë se sa atje. Prandaj duhet të pranojmë këtë realitet dhe dua të besoj kjo fitore politike do të jetë një motiv shtesë që bashkërisht më tepër të punojmë për zhvillim ekonomik, për një dialog të avancuar publiko-privat, të jemi të orientuar drejt ardhmërisë dhe jo gjithmonë të humbim kohë duke kërkuar arsye për dështim. Ky është një realitet që nuk mund të ndryshohet dhe atë çka nuk mund të ndryshon është më mirë ta mbështetësh dhe të shpërpara, sepse vërtet qytetari i Kosovës ka nevojë për zhvillim ekonomik, ka nevojë për stabilitet social, ka nevojë për përshëndetim të procesit integruese, ka nevojë për kthimin e shpresës së humbur se në Kosovë mund të jetohet dhe mbi të gjitha për përmirësimin e imazhit të saj në arenën ndërkombëtare, sepse ti jesh me vite në sanksionin e Bashkimit Evropian, të mos kesh raporte të mira politike dhe gjeostrategjike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është diçka që vërtet ka lënë gjurmë, prandaj po shihni që sfidat në vitin 2026 do të jenë në shumë dimensione ekonomike, politike, sociale, integruese, gjeostrategjike dhe mbi të gjitha sociale. Duhet të kuptohet që Kosova është e mbarur nga importi, ajo çka është më shqetësuese, ne nuk jemi të mbarur nga importi i energjisë elektrike, po edhe i produkteve tjera. Fakti që në vitin 2025 do të arrihet një vit rekord importi në 7 miliardë euro, ose e bëre një kalkulim, paramendoni Kosova dhe Shqipëria në vitin 2025 kanë importuar bashkërisht 16 miliardë euro. Dhe e lind pyetja, a nuk kemi dy ekonomi komplementare, a nuk kemi dy shtete të një popull të ndarë dhe a nuk mund të bëjmë më tepër që vërtet të mbështetet prodhimi vendor dhe ato të hyrat që vijnë nga turizmi në Shqipëri të mos jenë të gjykuara për të blerë mallra, për të mbajtur turistat në Shqipëri dhe ato remitanca që vinë në Kosovë të dalin të gatshme për të importuar mallra dhe shërbime. Prandaj në këtë drejtim vërtet duhet një mirëqenie, duhet të përcillet trendi i inflacionit dhe sa ndikon në sardanin e jetesës, nuk duhet kemi rritje qoftë pagës minimale, qoftë pagës mesatare, qoftë të ndihmave të ndryshme vetëm në kohë të kampanjës zgjedhore. Kosova meriton një stabilitet, një kontinuitet dhe kjo mund të jetë rruga e vetme e depolitizimit të ekonomisë dhe orientimit drejt një zhvillimi të qëndrueshëm që do të kthejë mirëqenien në interes të qytetarëve të Kosovës dhe në promovim të vlerave për të jetuar në Republikën e Kosovës.
Vallaj, me krahasu me mujt e kalonshëm. A po mundeni me përballu? Po vallaj, drejtën më thotë duhet me përballu gjithçysh. Se jeti sa qasësoj. Qeveria duhet me marrë kësa mos është edhe pak me ullë çmimet, të gjitha çmimet, jo që rrimen, po të gjitha. Sa antarë jeni në familje? Na jemi 3 antarë. Jemi të ushti me gjyq për shoqen e cila është shumë smut. Për 2021 s'ka kur gjë. Çka 5 vjet me prit. Çka, kjo më 2 javë duhet që tërkur më kry krejt. Kjo procedurë e rregull. Po